Lexojmë me hirin e Zotit nga kapitulli 2 te Kantiku i Kantikëve, paragrafi 8. Kantiku i Kantikëve, kapitulli 2, paragrafi 8. Ja zëri të dashurit tim, ja ai vjen duke kërcyer mbi malet, duke u hedhur mbi kodrat. I dashuri im i përngjan një gazele apo një dreri të ri. Ja ku është prapa murit ton. Shikon nga dritaret, hedh vështrime nëpërmjet hekurave të tyre. I dashurim më ka folur dhe më ka thënë, qohu mikja ime, e bekuara ime dhe eja. Sepse ja dimri ka kaluar, shiu po shoi iku. Lulet duken mbi tokë, koha e të kënduarit erdhi dhe në vendin ton dëgjohet zëri i turtulleshës. Fiku nxjerr fiqt e tij të papjekur, vreshtat në lulëzim përhapin një aromë të këndshme. Qohu mikja ime, e bukura ime dhe eja. O pëllëmbesha ime që rrinët e qarat e shkëmbinëvet, në strukat rëmorevet, ma trego fytyrën tënde, me beta dëgjoj zërin tënd, sepse zëri jot është i këndshëm dhe fytyra jote është e hishme. I zini dheplat e vogla që dëmtojnë vreshtat, sepse vreshtat tona janë në lulëzim. Amen, fjalës të Zotit. Një libër vëllezër, Kantiku i Kantikëve, i shkruajtur nga fryma e shenjtë, i dhenë në kishën e Krishtit, i dhenë në besimtarët, duke treguar dhe duke dashur Perëndia të tregojnë nëpërmjet këtij libri marrëdhënien e dashurisë që ekziston në mes të dhëndrit dhe të nuses. Marrëdhënia e dashurisë që është në mes të Krishtit dhe të kishës. Sepse Krishti, vëllezër dhe motra, sikur se na thot fjala e Perëndisë, e deshi kishën. Përpara, i pari është ai që e deshi. Përpara se ne akoma ta njihnim, përpara se ne të mësojmë për flijimin e tij apo për dashurinë e tij të madhe, ai i pari, domethënë përpara na deshi. Dhe sot ta kthejmë shikimin ton te Krishti, vëllezër dhe motra. Çdo herë, por sot nuk kemi ku të shohim tjetër përveç se fryma e shenjtë të na drejtoj tek Krishti, tek fjala, tek flijimi në Golgot, në dashurinë e tij. Krishti përpara na deshi dhe e dha veten e tij. Ky është vërtetimi i dashurisë të tij, sepse që të them të dua dhe ta them me fjalë, por veprimet e mia të tregojnë tjetër gjë, të gjithë mund ta bëjmë. Por Krishti kur thotë se të dua, këtë e ka vërtetuar me veprim, me vepra dhe me flijimin në kryq të Golgotës. Këtë flijim nuk do ta harrojmë kurrë dhe nuk duhet ta harrojmë, sepse është flijimi që na solli sot këtu. Aleluja. Është flijimi ky që na rilindi, gjaku i shenjtë që u derdh në kryq të Golgotës, dha birin e tij Ati, që të shpëtohem unë, mëkatari, unë ku isha në thellësi të mëkatit dhe shaja Perëndis, isha larg Perëndis, nga larg vullnetit të Perëndis, dhe ishim larg vullnetit të Perëndis, vëllezër dhe motra. Kështu nuk është, por një moment na tregoi Krishtin, pam Golgotën, pam flijimin, dhe tham, thua, është ky flijim i vërtet? Dhe kështu vajtëm në Golgot. Dhe që prej atë ditë ndryshoi jeta jonë, sepse kthyem shikimin ton në kryq, pam gjakun e Krishtit dhe erdhi Krishti të na pastroi, na zbardhi rrobat e njollosura dhe u bë një mrekulli më e madhe që mund të ekzistojë në të gjithë botën, që është mrekullia e rilindjes. Ndryshoi jetën tonë, na bëri bijtë të tij dhe mundemi tani me Perëndin që herë e shanim, herë i thonim një forcë më e madhe se të tjerat, sido që të jetë gjithë secili disi e karakterizonte, por ne sot i themi o At dhe shkojmë përpara tij, si shkojmë në emër të Jezu Krishtit të dashurit ton. I pari na deshi dhe e flijoi veten e tij për ne, që të na bëj kish, thot, të shenjtë, të pastër, domethënë,
të shenjtë, të shejtëruar, të mos i ngjaje botës, të mos jetë sikur bota, por kisha e Krishtit nuk është sikur bota, është e shenjtë. Nuk ka përzierje nga bota, nuk ka gjëra që të vinë nga bota, nuk duhet të ketë, por të jetë e shenjtë, e patëmet, pa njolla, pa akuza, sepse akuzat e djallit i mori të gjitha Krishtin e kryq të Golgotës. Aleluja. Dhe vjen tani ky libër të na tregoj, vëllezër dhe motra, dashurinë, marrëdhënien që ka Krishti me të dashurin e tij. Të na tregoj se sa shumë e don, sa shumë e dëshiron, sa shumë e ka të nevojshme akoma mund të themi, akoma dhe kur gjërat nuk janë sikurse ai i priti prej saj. Akoma kur ajo nuk ishte sikur do ta priste apo do ta donte, por dashuria e tij nuk paksohet, vëllezër dhe motra. Dhe kjo ta mendojmë dhe ta kujtojmë gjithherë. Dashuria e Perëndis nuk paksohet sipas pozicionit tim që mbaj në jetë. Zoti gjithmonë më don, pavarësisht se unë shpeshherë mbase kam humbur Perëndin, jam larguar prej tij dhe nuk marr atë dashuri që ka ai për mua. Është sikur të themi nganjëherë, si një ogjak i cili djeg drut në të ftoftet që është në dimër, ndërsa unë jam pranë dhe ngrohem në te, por kur të largohem dhe sa më larg të largohem prej ogjakut, gjaku nuk ka ndaluar se patur i zjarr. Dashuria e Perëndis nuk ndaloi se qeni, por thjesht unë nga që u largova nuk mund ta ndjej dhe ta kuptoj. Dhe vjen tani Krishti, vëllezër dhe motra, të na tregoj dhe të na thot: qohu e dashura ime, e bukura ime dhe eja, sepse zë i të dashurit tim, dhe kur thërret Krishti, populli i Perëndis duhet të dëgjoj. Shpirti, sepse nuk është vetëm ta shohim si kish, por gjithë secili ta shohim për veten tonë. Si një shpirt që vim tani përpara Krishtit, të na flas vet Krishti, të na flas fjala e tij e shenjtë. Këtë duam, Krishtin të na flas. Zëri të dashurit tim, thot shpirti. Dëgjova zërin e tij të kuin, të dashurit tim. E kam ndjerë në jetën time, është i dashuri im. Mbase për momentin të jem harruar, apo për momentin akoma dhe mëkati të ketë hyrë në jetën time, mbase shqetësimet e mia kanë mbytur faren që më është dhënë nga Perëndia, akoma shqetësimet e mia me kanë mbuluar dhe kam humbur atë shikimin e dashurisë që ka Perëndia dhe të arrin në pikën të them, mos vallë Perëndia nuk më don më, mos nuk është i mirë më ndaj mejet, apo mos vallë nuk jam më e dashura e tij. Por ja, ai vjen duke u hedhur mbi malet, duke kërcyer mbi kodrat, sepse Krishti është Perëndia, është biri i Perëndisë të gjallë dhe mundet për një moment t'i kaloje të gjitha pengesat, t'i kapërcej çdo pengesë dhe të vinë të ndihmoj. Për një moment kohor, për një moment ishte kur na rilindi Perëndia. Për një moment Krishti e ndryshoi jetën tonë dhe nga mëkatar na bëri bitë të tij. Çfarë është e pamundur për Perëndin, që Perëndia të ndërhyj përsëri në zemrat tona, në atë zemër që është ftohur të vita ngroh përsëri. Ai është i dashurim, vjen duke kërcyer mbi malet, duke u hedhur mbi kodrat, i përngjan një gazelet apo një dreri të ri, është i shpejt. Kur është për të vepruar Perëndia vepron shpejt, pritë atë, mos pak, pritë atë. Dhe kur të vijë ora e tij, do të veproj shpejt, aq sa që nuk mund ta fantazosh dhe nuk mund ta fantazoj. Ja, jashtë mureve të tua, shikon të shoh, është
përtej murit ton, është pranë, shikon nga dritarja, është gati të veproj, mbase unë nuk mund ta shoh sepse është muri përpara mejet, por ai është gati të veproj. Gati të veproj Zoti. Shef jashtë nga dritarja, kërkon të gjej dhe hedh veshtrimet të shoh diçka të mirë që të ketë tek nusja e tij. Nëse ju kujtohet kur Zoti i fliste engjëve në kishat e zbulesës dhe dënte t'ju thoshte gjëra për ndreqje dhe gjithmonë vazhdonte me të mirat që shifte tek ato. Shof veprën tënde, shof mundin tënd, shof dashurinë tënde, shof se i kundërshtove doktrineve të rreme, herezive, shof pra tregon të mirat e tyre. Krishti, vëllezër dhe motra, kërkon të gjej dhe gjen, sepse ai na i ka dhënë të mirat dhe gjithmonë na i thekson këto. I dashurim më ka folur dhe më ka thënë, tani kthen i dashuri pra zërin e tij drejt mejet, pra drejt shpirtit tim, dhe thot, qohu mikja ime, e bukura ime dhe eja. Qohu, jam i ren, shpirti është i ren, është i gjunjëzuar, është i plagosur, mund të jesh i plagosur në këtë moment, mbase dhe rend. Dhe tham, vëllezër dhe motra, tek i plagosuri do të vrapoj Krishti, tek i reni do të vrapoj Zoti, tek ai impakuri do të shkoj Krishti, tek ai që humbi shpresën, guximin e tij. Në atë do të vrapoj Zoti, do t'i lej të 99 delet në stan dhe do të vrapoj të gjej të humbrin. Qohu mikja ime, i thot shpirtit tone, ba e humba besimin tim. Qohu bëj një hap. Një hap i vogël mjafton për Krishtin që të vi ndreqja e plot. Një hap i vogël. Qohu, mos rri i ren, mos rri i mpakur, ma nuk kam forcë, qohu dhe eja pran mejet. Të qohemi dhe të shkojmë tek Krishti, vëllezër dhe motra. Nuk kemi rrugë tjetër. Të shkojmë tek ai person, të shkojmë tek i dashuri i shpirtit ton, t'i afrohemi, të qohemi me aq forcë sa kemi, me aq besim, qoftë edhe i vogël dhe i pavlerë nëse është. Ta vëm dhe të themi, o Zot, do të vi tek ti. Do të vi pranë tejet sepse ti më thërret. Ti më thërret të vi. E dashura ime, më shef si të dashur, shef shpirtin tim që e doni shumë, unë që kam bërë gabime, unë që kam bërë mëkate, të shof e dashur sepse u ktheve, sepse u pendove, të kujtohet kur u pendove, je e dashur, je i dashur, nuk ka ndarje tani në mes nesh. Ky muri që ekzistonte mes nesh dhe ishte mëkati yt, tani s'ka më, sepse u pendove, u ktheve, qave tek Perëndia yt. U porule përpara Zotit. Dhe je dhe e bukur. Është e mrekullueshme se si na shef Perëndia dhe se si shohim ne veten tonë. Sepse rreziku, vëllezër dhe motra, është se mos vallë ne e shohim veten tonë si të bukur apo të denjtë për të na dashur. Ne e dim se jemi prej balte. Kështu nuk është, vëllezër dhe motra, jemi njerëz të dobët. Dhe gjithçka që kemi, Perëndia na e ka dhënë. Çdo gjë të mirë, Perëndia na e ka dhënë. Dhe fjala Perëndis thotë se çdo dhënie e mirë vjen nga lart, nga Ati i dritave, pra nga qielli. Pra çdo të mirë që të kemi, Zoti na e ka dhënë. Kur të mos themi në zemrën tonë se unë jam i pasur, unë tani jam shumë i mirë, unë tani u pasurova, jam shumë perëndishëm, agjeroj shumë herë, unë luftoj shumë dhe jam i drejtë të më duash, o Zoti im. Ju kujtohet kur ju afruan Krishtit disa farisejnë, bile judenj që ishin, të cilët vajtën në emër të kryeqindëshit që kishte shërptorin e tij të sëmur dhe ishte gati për të vdekur shërptori i tij, dhe ky kryetari i qinshës, ky centurion, shpresoi tek Zoti.
ndërsa ai nuk ishte i denjtë të shkonte te Krishti, dërgoi disa judenj, shkuan, ju lutën Krishtit që të shkojë dhe vazhduan t'i tregojnë Krishtit të mirat e atij njeriu, duke thënë se i denjtë është ai oficer romak të shkosh të shërosh shërptorin e tij. Ai ndërtoi sinagogën tonë, na ndihmon, ka qenë i mirë me ne, na simpatizon, i denjtë është ai njeri. Këto thoi njerëzit. Kurse vet ai çfarë thoshte? Nuk jam i denjtë, o Zot, të vishti në shtëpinë time. Prandaj dërgova unë njerëz tek ti, sepse nuk ishte i denjtë as të shifte Krishtin ai njeri, as ta takonte, kështu ndjeheja ai njeri. Ai atëherë u bë i denjtë për Krishtin. Ai që thotë se unë nuk jam i denjtë, ai është i denjtë. Dhe ai që thotë se unë nuk mundem, ai do të mundet, sepse do të vijë forca dhe hiri i Perëndis. Vëllezër, kur të përulemi, vjen hiri i Perëndis. E tërheqim, e magnetizojmë hirin e Perëndis dhe na mbush ai hir. Dhe atëherë mund të përparojmë. Shpesh herë urdhërat e Perëndis, po t'i shohim si urdhëra, thjesht si urdhëra, nuk mundemi t'i bëjmë dhe t'i realizojmë, sepse jemi njerëz të dobët. Përse na i thot Zoti këto, derisa e din se jemi të dobët? Na i thot, vëllezër dhe motra, sepse na vesh Zoti me hirin e tij. Kur ne përulemi, na vesh me hirin e tij, dhe atëherë mund të themi jo mëkatit, jo botës, jo atyre që bota ofron. Dua Krishtin, dua jetën e përjetshme, dua të më shënderoj Zoti, por kjo nuk mund të bëhet nëse nuk përulem dhe të vi hiri i Perëndis. Sepse këtu ja dimri erdhi, shiu iku, pushoi. Pra ikën mundimet, kaluan vuajtjet. Pra iku dimri, ndaloi shiu, kalova vështirësi, nuk ka rëndësi se çfarë arsyet ka kjo, por kaloi. Rëndësi ka se kaloi dimri. Shif tani, lulet duken mbi tokë. Çfarë janë lulet? Lulet janë, përpara se të jape frytin pema, nxjerr lulen. Dhe fryt që të kemi duhet përpara të duken lulet. Dhe Zoti pret frytin prej nesh. Shifi pak lulet rreth e qark, se vazhdojnë të dalin lulet, duken mbi tokë. E dini, po të mos kishte shi dhe mos ishte dimri, nuk mund të dilnin lulet. Shumë herë mërzitemi për shiun dhe themi, o, kohë keqe sot. Kohë keqe, por Zoti thot, është i mirë kur jep shiun për të drejtë dhe të pa drejtë, dhe ne themi kohë keqe. Nuk është kohë keqe, se nëpërmjet kësaj vështirësijet, Zoti do të nxjerrë lulet pastaj, do të dalë jeshilleku mbi tokë. Dhe pas luleve do të vije fryti, dhe do të vije ati dhe të thotë se biri im bëri fryt, të mbledhi fryt për lavdin e atit, vëllezër dhe motra. Lulet duken mbi tokë, koha e të kënduarit erdhi, këndo tek Zoti, imno emrin e Zotit, të hapim zemrën tonë, të psalim me këngë frymërore, është koha e të kënduarit. U afrua fundi, vëllezër dhe motra, të ikim nga kjo tokë, të shkojmë në qiell, vëllezër dhe motra, të bijim në përqafimin e të dashurit të shpirtit tonë. Zëri i Trinitetit u dëgjua mbi tokë, dhe nëse ka humbur zëri i frymës të shenjtë në jetën tënde, dhe nëse ke kohë për të dëgjuar zërin e frymës të shenjtë, ta dish se zëri u dëgjua përsëri në tokë. Sepse fryma e shenjtë do ta vizitoj popullin e tij, do të vizitoj shpirtin që kërkon, që ngushëllon, që përforcon, që jep jetë. Fiku i dha lulet dhe fiqt e pa rritur akoma, aromë të këndshme nxjerrin lulet, le të kemi qohu miqja ime e bukura ime dhe eja, kërkesa e Krishtit. Dhe dua të shohim, vëllezër dhe motra, se si na shef Krishti në dobësinë tonë që të marrim zemër, të na jap forcë fjala e Perëndis, që të bëjmë hapin që don Krishti të bëjmë.
sepse na thot Krishti sikur na shef, por pret edhe prej nesh që të bëjmë hapin. O pëllumbesha ime, kështu të shef Zoti, si një pëllumbesh që don të fluturosh në thellësitë e Perëndis. Dhe është e bardh pëllumbesha, është e shenjtë, e pastër, që rri në të qarat e shkëmbinjve. Je mbyllur mbase në veten tënde, në problemet e tua, je mbyllur në shqetësimet e tua, dhe thua nuk mund të bëj asnjë hap. Nuk mund të eci sikur dikur ecja me Zotin. Nuk mund të shkoj akoma dhe në kish, sikur se kur shkoja herë të tjera vazhdimisht, tani nuk mundem, sepse më kanë mbytur shqetësimet e mia të kësaj jete. Që rrinë të qarat e shkëmbinjve, në strukat e rëmoreve, mos mendon se askërkush tjetër nuk i kalon ato që kalon ti, vetëm ti kalon gjëra të tilla. Ta mësosh se të gjithë kalojnë në për këtë rrugë. Dhe i vetmi që mund të të kuptoj, e dini se kush është Jezu Krishti. I vetmi, vëllezër dhe motra, mos kërko të gjesh tek njeriu, të bazohesh tek ai. Vëllezër, na tregon një rrugë Zoti, ju lutem shumë që ta dëgjojmë, të shkojmë të gjithë tek Krishti. Nuk ka njeri që të mundet të na ndihmoj, asnjë njeri në këtë botë. Nga të rinjt që mund të shpresojnë tek prindrit e tyre, nga më të mëdhenjt që mund të shpresojnë tek njerëz të tjerë, vëllezër, të kthejmë shikimin ton tek Jezu Krishti, tek Zoti Perëndia jon. Vetëm ai duhet të jetë i dashurim. Vetëm tek ai të kthejmë shikimin ton. Më bëj ta dëgjoj zërin tënd, ma trego fytyrën tënde. Trego ma fytyrën tënde, sepse je e fshehur. Don Zoti të të shoh. Paraqitu, si të paraqitem? Paraqitu atje në dhomën tënde të lutjes. Atje kur të futesh në dhomë, të mbyllësh derën, atëherë i tregon fytyrën tënde të dashurit tënd. Erdha o i dashur i shpirtit tim. Erdha me problemet e mia, me gabimet e mia, me dobësitë e mia, por erdha dhe në atë moment e dini se ç'bën Zoti, gëzohet, kënaqet dhe thot e pash përsëri të dashurën time, pëllumbeshën time, erdhi pranë meje përsëri. Më bëj të dëgjoj zërin tënd. Shpeshherë duam të thrasim me të gjithë forcën e shpirtit ton tek Perëndia dhe të thrasim Perëndis. Por shpeshherë, vëllezër dhe motra, britma jon del nga thellësitë e shpirtit ton dhe të zemrës ton, dhe mbase mund të mos dëgjohet as edhe një pshëretim që të dalë për jashta, por ajo lutje brenda, ajo lëvizje buzëve ton të ketë dalur nga thellësitë e shpirtit ton dhe të jetë si një bubullim në fronin e Perëndis. Sepse kur të derdh zemrën time tek Zoti, atëherë Zoti është gati të dëgjoj. Kthen shikimin e tij. Nuk e heq shikimin e tij, por të shef për të dëgjuar lutjen tënde, për të dëgjuar problemin dhe nevojën tënde, dhe është gati të veproj. Më bëj të dëgjoj zërin tënd, dhe sa më e zbutur të jetë zemra, kaq më me forcë dëgjohet në fronin e Perëndis. Unë thot jam Zoti që banoj në vendet të larta dhe në vend të shenjtë dhe të banoj dhe në zemrën e butë të njeriut. Sepse zëri yt është i këndshëm dhe fytyra jote është e hishme, kështu na shef Zoti. I zini pra dhelprat e vogla. Ja pra këtu ekziston edhe rreziku. Ndërsa unë e bëj hapin t'i afrohem Krishtit, do të vi kundërshtari. Do të vi armiku i cili do të vazhdoj të vëj pengesa. Dhelprat e vogla të cilat, sikur se thot fjala e Perëndis, dëmtojnë vreshtin, dhe tregoi Zoti, vëllezër dhe motra, se rreth e qark kishës, por edhe nga vendi i gjithë secilit që ka një vend dikun, ka një rrethoj.
një rrethoj që duhet ne ta kemi kujdes këtë rrethim që të jetë i mirë, të mos ketë boshliqe dhe hapësira në të mos ketë në këtë rrethoj që ke bërë të qara, sepse nga ato boshliqe futen dhelprat e vogla, mbase jo të mëdhajat, një vrim të vogël, them me veten nuk mund të futet dhelpra, po, futet. Çdo shkelje në fjalën e Perëndis ka problem, duhet ta ndreqi. Kapni pra këto dhelprat e vogla, kapi t'i nxjerrësh përjashtë vreshtit tënd, sepse shkatërrojnë vreshtin. Por edhe rrethoja që ke bërë, ta ndreqesh, ta shofesh me lutjet e tua, ku du të lartësosh për popullin e Perëndis dhe për veten tënde dhe për familjen tënde, të mbyllen vrimat e rrethimit. Të mos hynë përsëri dhelprat brenda dhe të hanë frytin, por atë fryt që do të na jap Zoti, t'ja japim atij për lavdinë e tij. Lexuam dje me të rinjt, nënshtrohuni tek Perëndia dhe kundërshtoni djallin dhe ai do të ikë prej jush. Afrohuni Perëndis dhe ai do t'ju afrohet ju. Jemi ne, është Perëndia dhe është edhe djalli. Dhe ftohemi nga fjala e Perëndis që të bëjmë diçka. Ne duhet të bëjmë diçka. Çfarë të bëjmë? Nënshtrohu Perëndis. Çfarë do të thotë ti nënshtrohesh? Këtë do të thotë të uli kokën time dhe të them amen vullnetit tënd, o Atë. Në fjalën e Perëndis, amen o Zot. Nuk them mendimet e mia, nuk them gjëra që janë jashtë Ungjillit, por flas fjalën e Perëndis. Kjo do të thotë se i nënshtrohem Perëndis. Kundërshtoni djallin. Se do të nënshtrohem, unë do ta bëj. Por se do të vazhdoj të kundërshtoj, unë do ta bëj. Afrohuni Perëndis, unë do ta vazhdoj këtë. Dhe kur të shoh Perëndia se i afrohem, çfarë thot, edhe ai do t'ju afrohet ju. Atëherë pra të dashur vëllezër dhe motra, thirrja e Krishtit është se dimri kaloi, shiu ndaloi. Qohu e dashura ime, e bukura ime dhe eja tek unë, dhe unë do të bëj gjëra të mëdhaja dhe të mrekullueshme që do t'i shohim në pjesën e dytë të predikimit. Amen.